Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam fillu me u fal rregullisht. Mirë po në Gjermani kam vështirësi në ndonjë rast. A mundem, thot kaza? Elhamdulillah që ta ka mundësu Allahu me fillu namazin. Është mirësi e madhe. Ai njeri të cilit ja mundëson Allahu me fal namazin. Lidhje me krijuesin e gjithësisë. Kush i fal 5 vakte i premtohet xheneti. Unë të këshilloj që të përpiqesh ta falësh në kohë. Sepse Allahu i lartësuar thot në Kur'an, me të vërtetë, namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Normal, nuk është kusht që ti sa po hyri koha, pra me një herë të falesh. Nëse ke një punë në dorë, e përfundon atë, pra ke hapësirë. Ke hapësirë, për shembull, namazi i drekës. Ke hapësirë deri para ikindis, me e fal. Allahu të ruajt, Allahu ta pranoft, Allahu ta mundësoft të falësh namazet në kohë.